atë të cilën dojsha ta deklaroj, se deklarimi i shahadetit tek ehli sunneti dhe xhamati, a pjesë e imanit, pra nuk trajtohet një njeri musliman nëse ka mundësi ta shqipton shahadetin dhe nuk e shqipton. Çka është puna me Mehmetin? Do të shohim ndersën e ardhshëm, në kushtin e parë të shahadetit ku të flasmi, do të flas për Mehmetet, do të flas për ata që s'kan mundësi ta deklarojnë shahadetin, nga se frikën nga populli i tij se i mbyt, do të flas për të gjithë të cilët shka e zaventson shahadetin, cilët janë veprat, cilët janë fjalë të qera që cilët kanë mundësi ta zaventsojnë shahadetin, dhe cilët janë fjalët dhe veprat jo të mjaftueshme ta zaventsojnë shahadetin, amo janë të mjaftueshme që mos me ja der gjakun dhe mos i mbyt ata. Pra shahadeti, shqiptimi shahadet, është i mjaftueshëm për imanin, vëllezër të ndershëm, është i mjaftueshëm ta trajtojmë ne se ka hi në islam. Nuk është i mjaftueshëm për në ahiret, pse? Se Allahu Azza wa Jall na tregon për munafikët, janë ata që e shqiptuan shahadetin, mirë po zemrat e atyre nuk kishin besim. Pra do e mos duhet zemra dhe gjua dhe gjimtyr. Në përjashtim të njani prej murxheve, i quajtur Muhammed ibn Karram, të cilët quan Karramie, thanë me shqiptu shahadetin mjafton me shpëtu në dunja dhe në ahiret. Pra ne i themi, për në dunja me trajtu ne si musliman, nëse keni për qëllim, jemi dakord. Nuk jemi dakord nëse thoni për në ahiret. Pra vëllezër të ndershëm, do të flasmi për llojet e murxheve, ku të vjen e koha, të cilët ndahen në 3 lloje. Këto janë më të shëmtuarit ndoshta për çkak se ndeshen me argumente të qartë. Nëse mjafton vetëm shahadeti, atëherë munafikët duhen të jenë në xhennet. Kurse Allahu ka thonë për munafikët, janë në fund të zjarrit. Për ata Ibn Taymija dhe Ibn Hazmi kanë një polemik të veçantë. Për këtë arsye nuk du t'ja veshja atyre diçka, si që kanë folë dhe disa nga ehli sunneti dhe xhamati. Për shkak se Ibn Taymija thot, dhe keramit nuk është e vërtet, si që pretendoj Ibn Hazmi dhe disa, se keramit janë që thonë, vetëm fjala mjafton, po ato kanë thonë dhe veprat e zemrës do e mos me qenë. Për ata Ibn Taymija ka qenë eksperti që i ka njoft dhe grupacionet, për këtë arsye dhe Allahu Azza wa Jall ja ka mundësu që të nasqaron imanin në mënyrën më të mirë. Pra vëllezër të ndershëm, ka ishte për fjalën shkurtimisht.